Numri i shkeljeve të drejtave të fëmijëve është shumë i lartë. Sipas raportit të ambasadës së parë të fëmijëve në botë Megjashi, në periudhën 2016-2017 janë regjistruar 124 raste të viktimave potenciale për të cilat është kërkuar ndihmë ose informacione. Numri më i madh i fëmijëve viktima të mundshme përfshin moshën prej 6 deri në 14 vjet, ku janë paraqitur 66 raste. За жал, секоја година се повторуваат. Për fat të keq, çdo vit rastet përsëriten për shkak të divorcit dhe dhunës familjare. Edhe këtë vit kemi denoncime për fëmijë të cilët janë viktima të abuzimit seksual. Duhet të mundësohet vend i sigurt ku do mund të bisedojnë për problemet e tyre, sepse kjo është e drejta e tyre. Ambasada e fëmijëve Megjashi vlerëson se në kuvend gjatë këtij viti nuk janë përfshirë në masë të mjaftueshme iniciativa që kanë të bëjnë me fëmijët. Deputetët duhet të kushtojnë më shumë rëndësi në të ardhmen të drejtës së arsimimit kualitativ, para se gjithashtu fëmijët të jenë të kyçur në arsim të obliguar fillor dhe të mesëm, pa keqpërdorim të mundit të fëmijëve. Të kushtohet vëmendje fëmijëve pa dokumente që nuk figurojnë në shtet dhe nuk mund të ushtrojnë asnjë të drejtë. Raporti në suazat e projektit implementimi i Konventës për të drejtat e fëmijëve në Maqedoni i ambasadës së fëmijëve Megjashi në bashkëpunim me organizata tjera parasheh ndjekjen e punës së kuvendit me qëllim përmirësim të drejtave të fëmijëve.